Jo për fillimtar dhe jo shterës, do të filloj që me titull. Rrëfimi në prozën shqipe ka një mjeshtër që quhet liturgjia. Duke filluar nga kjo pistë, do të thoja që fillimin e autori na sugjeron rrëfime, të cilat kanë studiosi letërsisë. Kanë element të shmije dhe është një studiuse dhe shkrimtare bashkëkohore franceze, Sofia Capes. Ka një libër të votuar ndoshta këtë vit. Dhe ajo thotë, letërsia është dëshmia, nuk është në letërsi. Pra jemi në letërsi, në atë çfarë sugjeron autori. Dhe në këtë kuptim do të thoja, rrëfimi i sjell përmes dëshmive, përmes ngjarjeve, përmes një situate që na bën të mendojmë. Pra, ka takuar na sjell ngjarje, personazhe, të cilët i ka takuar një dhe këtu ka një problem. Unë, Petron, në të gjitha çfarë kam parë në televizion ka qenë një tekst i katifejt, çdo atë. Tekst që të vinte në mendim. Detyrimisht, kur jemi te libri, kur jemi te libri i cili i vejmë titull të madh apo të vogël është problem. Jemi te një dëshirë për të ndarë gjithë elementet jetësor, elementet e ngjarjeve, elementet e dëshirës për ta ndarë me tjetrin. Pra, në këtë rast nuk është çështje guximi, nuk është çështje kështu, është çështje dëshire. Pra, është në ato raste që ne nuk do të arrinim të hynim në marrëdhënie me një botë të përjetuar së brendshme nga Petro dhe nga ata që kanë qenë bashkëtar, por duke qenë lexues, ne tashmë plotësojmë atë dimension të Petros edhe si shkrimtar, edhe si autor. Pra, episodet nga Amerika, episodet nga këtu dhe sidomos pjesa e Biblis janë nga ato gjurmë që rrëfimi është pikërisht mënyra që na çon te letërsia. Dhe për këtë arsye unë do të thoja që çdo element që ka të bëjë me titull, që ka të bëjë me prozën, që ka të bëjë me ashtërgim apo shneve, janë sugjerime të lexuesve. Autori ka hyrë në letërsi dhe unë do t'i thoja, mirë se erdhe në letërsi.